edhe me thonë drejt, ja ka moru trenerit Gani Sejdiu me plët merit fitore, sepse ka qenë çdo aspekt më e mirë. Kjo është e tëra. Po, Arsim pati me shtu diçka? Më falë se këto është diçka pa kuptueshme për menimin tim, sepse sot i ndodhet Lecit, më nesër mund të ndodhet dikujt tjetër, e që unë e quaj totalisht jo profesionale. Absolut. Nëse mediat janë ato që du të me morë vesh para trenerit. Unë nuk po muj me kuptu, ja jena tranu na, ja definitivisht dikush po din shumë a shumë që su morë kur me futbol. Oshte e dhemshme në këtë mënyrë, jo që i ka ndodhët Lecit, po kush do të qoftë që i ndodhët nesër. Nëse mediat e morin vesh që është karku Leci nuk e din, unë menoj që kjo është totalisht kjo profesionale. Edhe me keqe, nëse këti nuk i ka komentuar shkarkimi, e mënohet trenerit tjetër. Kjo do më thonë nuk len, për shta Liria ka me met në ligë të parë edhe shumë vjetë. Sepse nuk është veç kur të ishme në avis aty. Ka edhe shumë punë tjera që duhet më kry për me hinë Super League. Mos më nëni, tha Leci shumë mirë, unë e di që Liria i ka qëllimit të ambisht është klubi madhë, nuk diskutohet. Klubi madhë nuk është veç me thonë klubi madhë. Klub të madhë dhe bëjnë shumë gjona tjera. Klub të madhë bëjnë edhe silja me një thmi që i ki në shklu në klub aty, e me një litarë të ekipes pore, me një trener, me një drejtore, me kënde qoftë. Klub të madhë nuk të bënë kjo. Me morë vesh mediat, e mos me di treneri, e me morë trenerin tjetër ti pa di treneri. Madje në këto momente janë duke bërë bisedimet me trenerin tjetër. Foto ju lutem regjia, kemi një foto të dërguar në redaksinë e sportit në televizionin Dugagjini. Kjo foto ndodhet për momentet në një nga lokalet këtu afër madje televizionit Dugagjini, ku është një nga antarët e skuadrës Liris bashkë me Ismet Munishi, të cilët janë takuar në këto momente, dhe siç raportoi edhe me par gazeta Blitz ekskluzivisht, Ismet Munishi me shumë gjas duke nisur nga nesër do të jetë trajner i Liris, dhe me interesante sa akoma trajnerit aktual, nëse mund ta quajmë, te Liris nuk i është komentuar lajmi që nga nesër nuk do të jetë në stërvitje Faruk. Kjo rast i papar në futbollin. Kjo është rast që duhet më gjyku nga këtë sportistët. Jo, bënë edhe veçanë. Kjo është për menimin të mlezë është ta kryj se ti nashtas na ma ka laj fullum. Unë nuk muj me kultu këtë sanë. Kjo është e ullt. Kjo është shumë e ullt. Kjo është e ullt. Kjo është shumë e ullt. Ajo thonja e vjetër, shka ko shpia të kalëzën fëmija. Nuk ka lidhje. Leci e tha se s'po duhe mi dollë Dimas kërshkë se është realitet. Do më një më ndeshe me sa di unë 6 fitore, 4 barazime, një humbje sot. Jo.